Përshëndetje, në episodin e sotëm e kemi një musafire shumë speciale, me neve është politologe Donjeta Morina, me të cilën kemi me diskutu rolet dhe stereotipet gjinore tek fëmijët. Donjeta, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit shumë për ftesën. Jam tepër e lumtur që më keni ftuar me diskutu një temë që e kam jashtëzakonisht të rëndësishme, jo vetëm për shkak të profesionit, po edhe për shkak të faktit që është diçka që na ndikon të gjithëve, një private, personale, në përditshmëri, jo vetëm në raport me fëmijët tanë, po edhe në raport me shoqëni, me familje, me partnerët tanë edhe në përgjithësi. Kështu që kemi me fol shumë, nuk e di ku kena më nis. Na njihemi goxha moti për shkak se ti e prinde në Nido Montessori prej 4 vitesh tash, edhe na e kemi fatin me pas fëmijën e juaj te na në shkollë. Dosha me ta bu një pyetje të cilën gjithmonë e komendu sa herë kom dash me fol me ty dhe kur e kom kuptu me çka merresh. Qysh ka fillu rrugtimi edhe interesi yt për çështje të caktuar që është mjaft e rëndësishme në shoqërinë e sotme. Edhe qysh është ballafaqimi me çatë çështje në shoqëri sot. Shumë pyetje mirë, në fakt tash nuk e di ku kemi mja fillu, po pedesha shumë mirë ku duhet me fillu sa herë hapet kjo temë. Hulumtimet tregojnë që vajzat edhe djemt nuk lindin natyrshëm me dallime në prirje, në talent, me fushat që ju interesojnë. Këto dallimet që i kanë, që na ja marrim si për të mirë qena, në fakt na i krijojmë vetë. I mirëmbajmë vetë edhe i riprodhojmë vetë vazhdimisht. Jo vetëm na si prind, po edhe ju si mësimdhënës, për mediat, shkolla, në përgjithësi të gjithë. Na si shoqëni kemi kriju 2 kuti. Kemi fut vajzat në një kuti, djemt në një kuti. Edhe vazhdimisht këto kutia na i bombardojnë me informata se si duhet mu sill vajzat, se si duhet mu sill djemt, me informata për pritshmëritë. Do të thotë që në një farë mënyrë na non-stop jemi tu i trajnu vajzat me qenë vajza, edhe djemt me qenë djemt. Kjo është pak problem dalë, se këto kuti janë për një me kuti, se është tepër vështirë me dalë prej atyne kufizimeve. Ja kufizon fëmijëve ëndrat e tyne, ja kufizon idetë se ku mundën me qenë e çka mundën me arrit. Kjo është problem tepër i madh edhe te vajzat, ja kufizon kush dojnë në konjit, po është problem edhe te djemt, se zakonisht flasim ma shumë për vajza se sa për djemt. Për shembull, me këto pritshmëritë që djemt nuk bën me çaj, që duhet me mbajt emocionet, jemi tu kriju djem e burra që nuk din çka me bo me emocionet e tyne, e që po shndrohet në agresivitet, deri edhe në dhunë, edhe në problemet shumëta. Kështu që është shumë me rëndësi me u marrë me këtë temë, edhe fëmiria është pjesa koha më e mirë ku mundëm na pak me i thy këto role strikte gjinore përmes procesit socializimit. Për shembull, një pyetje. A ke shku ndonjëherë me ble lodra në dyqan? Po. Cila është pyetja e parë kur ti shkon me ble një lodër, qoftë edukative, qoftë argëtuese? Çka të pyesin mas pari? A është për djema për fshika? Për djema për fshika. Do me thonë, jo se jo nuk të pyesin për interesa, çka intereson, po nuk të pyesin as për mosh, para se me pyeta është për çik a për djalë. Tash, kjo është kogja problem se nuk dallon veç ngjyra, nuk është që lodrat e vajzave janë të pembe, djemve janë të kaltët, edhe kjo është problemi kryesori, jo. Problemi është edhe çka janë ato lodra. Kur të shkon aty te lodrat e kaltërta, ishe shumica janë lodrat që flasin për që mirën me çështje argëtuese, me teknologji, me ndërtim, e te vajzat i ki për kujdes, për bukuri, për shtëpi, për kuzhinë, shumë saktë. Tash, në asnjë mënyrë nuk është keq mu marrë me kuzhinë, me bukuri, as me teknologji, me aventurë, po problemi krijohet në qatë moment ku klasifikohet totalisht. Njëra pjesë bëhet për vajza, njëra për djemt. Edhe qaty na fillojmë vetë me kriju këtë dallim që jo që ja kufizon komplet jetën, po veç i çon me një drejtim tjetër vajzat, edhe ka arsimi, profesioni, po njëjtë edhe djemt. Kështu që është tepër problem i madh me të cilin duhet mu marrë na si shoqëni, se nuk i damton veç fëmijët kështu individual, po na damton gjithëve si shoqëni. Po besoj që një audiencë e madhe e njerëzve që edhe shikojnë këtë podcast, po edhe që kanë me qenë të interesuar për këtë temë, kanë me qenë prindrit. Ti je vetë prind, unë e kisha dashur me ditë pak prej perspektivës të prindit që sheshe këto,
edhe mas me vazhdu qysh ti e ke menaxhu si kur prind që të përcaktimin se tash ti nuk mundesh me ju ik. Është diçka që na çdo ditë ballafaqohemi me ato, edhe çka ke vendosur ti me bu kur je ballafaqur me një problem ose me një çështje të caktuar që i përket kësaj natyre. Shumë pyetje e mirë, edhe nuk po trej, po shumë ma lehtë kom pas me mendu për këto çështje para se me u bë prind. Me thonë po duhet me i trajtu gjithë barabartë, edhe shtëpia është themeli i barazisë kështu, po në praktikë është shumë ma vështirë. Një çështje është shumë me rëndësi, ti e din ma mirë se unë e kam një fëmijë ti i ki 200. Fëmijët ma përpara e ndjekin shambullin tonë, e ndjekin çka shohin se sa me t'ingu ty udhëzimet. Kështu që kryesorja është mja vënu shambullin e barazisë brenda shtëpisë. E këtu nuk po them veç që prindrit me fol me njëri tjetrin me respekt edhe me qenë të dy barabartë, po shkoj deri te pjesa e punëve të shtëpisë. Te na barra e punëve të shtëpisë, barra e kësaj punës të kujdesit të papaguar, kryesisht i bie grave mbi supe. Edhe fëmijët kryesisht mësohen me pa nanën tu punu, edhe jashtë shtëpisë, po edhe brenda shtëpisë, gatimin, hekurosjen, teshat, me gjitha dhe ju krijohet ajo bindja që këto janë punët e grave. Çka mundëm hapi i parë që na mundëm me bo prej shtëpisë, prap përveç asaj që flasim njëri tjetrin me respekt dhe sillemi gjithë në mënyrë të barabartë, nuk i tregojmë ato marrëdhëniet e pushtetit me qenë të ndryshme mes burrit edhe gruas brenda shtëpisë, po edhe ndarja e punëve të shtëpisë. Do të të dy partnerët dhe këtu bie roli të baballar tepër që duhet të mirën edhe me punët e papagume në shtëpi. Momentin kur fëmiu i sheh që të dy janë barabartë, që edhe baba edhe nana lajnë anë, hekurosin, mirën me tesha, atëherë veç ajo ideja e barazisë fillon me u mbjellë po. Kjo është aty ku nuk na shkon mendja se të tjera çfarë muzike ju lëshojnë, çfarë filma ju lëshojnë, po fillon ashtu tu e modelu barazin brenda shtëpisë edhe tu ju jap materiale që i thejnë pa këto stereotipet gjinore. Donjeta për në shtëpi, po besoj që edhe një goxha një përmbledhje çka prind mujnë me bo. Po na krejt e dim që fëmijët një kohë shumë të madhe e kalojnë jashtë shtëpisë. Si në institucione edukative arsimore, si në vende të tjera. Qysh ke vendos ti me menaxhu këtë pjesë? Unë jo kom për juve. Jo po bëj hajgare, po edhe ju bashkëqaq hajgare. Për mu metodologjia Montessori e bën tepër të lehtë këta, se gjithë fëmijët për disa arsye. Gjithë fëmijët i sheh edhe i trajton si individ unik. Edhe ty prej momentit që trajtojnë si individ unik, kështu ma të veçantë, prej ati momenti ty kërkush nuk mundet me të fut në ato kutia të stereotipeve gjinore. Kjo është e para që e bën Montessori, sipas qysh e lexoj edhe e kuptoj unë. Tjetra është që e vendosët në mënyrë shumë interesante kjo hierarkia në mes të shkencave edhe kujdesit personal, qysh e quni atë pjesën e aftësive praktike jetësore. Do thotë nuk është matematika më e mirë se pastrimi, edhe i vendos pak si një hierarki të barabarta dhe të gjithë i mësojnë të gjitha. Unë sot në aplikacion e pash fotografinë djali jam tu tu e fshi tokën që veç e mbjell një atë idenë që edhe shkenca edhe aftësit jetësore janë edhe për vajza edhe për djem, po edhe trajtoni se cilin si kështu si individ e jo si një stereotip që mundet me fut në atë kuti. Edhe për mua jo e leton shumë këtë proces, që din me qenë shumë i vështirë. Po edhe një pjesë tjetër dalë këtë kjo për mua është me rëndësi. Për mu edukatora, po që shi që një guida më do. Po, udhërëfys. Për mua është shumë me rëndësi që dalë nga në këtë rast, që punon me djalin tam çdo ditë me ditë çka janë stereotipet gjinore, pse janë dëmshme, edhe qysh mos me qit jo vetë djalin tam, po gjithë shoqet edhe shokët e djalit tam mos me i fut në ato kutijat e stereotipeve gjinore, mos me socializu në qatë mënyrë. Unë nuk pres për shembull asnjëherë që prej teje kom e një tu thonë, djeli sot dukon shumë aktiv, po çështu e kanë djem. Apo nuk ma qet kur në atë mënyrë, ose me pa në video që i postani me pa vajzat me një grup të bo diçka, edhe djem të lujt futboll, të janë gjithë bashkë, edhe në asnjë moment nuk e bëni atë ndarje. Na kemi pa që kjo ndarje din me ekzistu shumë, ka qenë një rast shumë i madh ku për 28 nëntor në një qirë dhe dikun Prishtinë duket janë vendos djemt në tavolinë të hongër edhe vajzat e qirës një u shërby, që është problem shumë i madh, po që këtu nuk e shoh, fatmirësisht po vazhdon me qenë problem gjithkohë. Ndoshta me lidh me këtë pjesë edhe një analizë në cilën kom qenë edhe vete përfshirë librat.
Kur ishe librat e ciklit të Olt, të klasës parë deri në pestën, në shumicën e ilustrimeve ka tepër stereotipe gjinore. Ato ti nuk ki nevojë asnjëherë përmend fëmijëve, ata i shohin vetë dhe më njëri përbrendësojnë. Nëse në shumicën e rasteve vajzat dhe gratë janë role pasive, për shembull, tu punu në kuzhinë ose diçka e tillë, prapë në punë papagume si zakonisht, edhe djemtë janë role aktive, tu lujt ose tu lujt futboll ose tu bo diçka ma aktive, edhe ajo është një prej mesazheve që i marrin sakt. Donjeta, a mundesh më na tregu çysh mundet me u manifestu kjo pavedije? Çysh i ndojmë na ndoshta çdo ditë që to lloj të roleve e nuk jemi të vetëdijshëm që po e bojmë? Për shembull, më kujtohet një rast ku në dyqan filloi djali me çajt edhe një burr, një maj më shumë kaloi aty, edhe pa asnjë qëllim të keq i tha mos kaj se burrat nuk kajnë, je burr. Ky kish 2 vjet, po edhe ai nuk e boni me asnjë qëllim të keq edhe nuk e fajsoi as ato, as shitcat në dyqane që ty të pyesin a e ki vajza djalë, nuk e fajsoi askënd se këto janë çast përbrendësume që tepër vështirë me dalë prej tyne. Sugjerimi veç është me u informu sa ma shumë, me lexu sa ma shumë edhe me provu me dalë pak prej mënyrës që i shohim vajzat edhe djemt. Edhe momentin që e shohim që jemi tu hy në ato idetë ma stereotipike, veç me pyet vetëm pse po mendoj që vajzës tem i pëlqen kjo, pse i pëlqen djalit tem kjo, edhe normal me punu vazhdimisht me fëmijë që atë socializimin që e marrin jashtë shtëpisë na me provu pak me rregullu. Do të dami që bëhet jashtë me u rregullu në shtëpi, që din me qenë tepër i vështirë. Këto dame janë edhe shumë afatgjata që e përmena ma herët e tregojnë edhe orientimin në karrierë. Për shembull, një diskutim ma herët që e patëm kur një djalë, 99.5% edukatorëve në Kosovë janë gra dhe vajza. Tash një djalë që e ka qatë ambicje, qatë dëshirë, automatikisht dekurajohet. Edhe njëjta është për profesione tradicionalisht të burrave që janë të paqasshme dhe shumë vështirë të qasshme për gra. E gjitha kjo fillon në fëmijëri edhe prej socializimit që na e bojmë vazhdimisht. Krejt çka na e bojmë përmes kësaj zhveshjes këtyne roleve të ngurta gjinore, është që ja u japim potencialit gjithë fëmijëve, gjitha vajzave, gjithë djemve me qenë vetvetja, me njeh talentet e vetja, prirjet e veta, interesat e veta, pa u kufizu. Bujmë veç mirë përmes kësajna se ja u japim një liri, veç me ndjek ato që këta e dojnë, përderisa nuk i bën dëm kërkujt tjetër. Për shembull edhe një çështje tjetër, na automatikisht vajzat e vogla ju japim tepër komplimente për pamje. Sa bukur po dokesh, sa mirë flokt, edhe automatikisht për një moshë tepër të re, ja fusim kokë që pamja jashtme ka tepër rëndësi. Preokupohen me çato. Tepër preokupohen me to. Na e dim edhe prej vetës. Tu na thonë që ashtu gjatë saj kemi qenë tu rrit, na ka hyrë në kokë çaq shumë sa që është tepër vështirë edhe tash me hek ato komplekset që i kemi për pamjet jashtme. Kështu që edhe kjo është një prej problemeve të mëdha edhe mënyra që këto role gjinore munden me ndiku te vajza. Mendoj që është shumë e rëndësishme që në metodologjinë tonë që na e përdorim, respekti është numër 1. Do me thonë, me u respektu tjetri pavarësisht çysh duket, edhe që ajo marrëdhënie ndërpersonale mas ne me vazhdu në një tjetër dimension. Mendoj që edhe me këto ju ballafaqoheni çdo ditë edhe me këtë temë. Po, dallë super, shumë e mirë është kjo momentin që mësojmë na që respektin për njëri tjetrin, atëherë automatikisht jemi të punu në zvoglim të atyne marrëdhënieve të pushtetit që ekzistojnë, që pabarazi që e kemi kriju mes vajzave, djemve, burrave dhe grave. Kështu që kjo është një prej hapave të parë, po krejt shkon hap pas hapi edhe gjithë kemi përgjegjësi për zvoglim të këtyne pabarazive gjinore. Edhe përgjithësia është krejt e ndryshme të prind, të jo, të mediat, të shkolla dhe të shumë pjesë tjera. Donjeta, unë po du me të falenderu shumë, mendoj që ndove një pjesë të eksperiencës shumë të rëndësishme edhe dhe informata mjaft të pasuna. Po du me të falenderu edhe po besoj që na shihemi në mbledhjen tjetër të prindve. Faleminderit shumë që ke sot me neve. Faleminderit shumë dallë.